Jo pasi ndoqëm edhe parashikimin e motit për ditën e sotme, sigurisht u informuat gjere gjatë se si do të vjoja i sot. Do të flasim tashmë me të ftuarin e parë për ditën e sotme, do të flasim për një temë mjaft të qelluar dhe mjaft interesante që ka kapluar të rinjt në përgjithësi, por edhe të tjerët në veçanti. Do të flasim për mënyrën vizuele të folurit, të komunikuarit, të mësuarit tek të rinjët në përgjithësi. Dhe pikërisht është një projekt i cili është realizuar, ne jemi vizual dhe më konkretisht kemi të ftuar Amel Kurtishin, mësimdhënës ose përfaqësues të projektit. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin tonë për diskutuar për një temë vërtet mjaft rëndësishme, me që koncentrimi apo dëgjimi aktiv do të thotë në mënyra tjera është zbeh pak sa periudhës fundit. Me siguri se ky projekt i përket arsimit. Arsimi është një çështje e cila është një materie fluide, gjallë, e cila nuk është në mënyrë ta themi konstante apo e ngurtë. Për këtë shkak ka filluar ky projekt nga viti 2010 me qëllim që të rritet shkalla e inkorporimit të materialeve audiovizuale në arsim. Nga se, siç e dim të gjithë, jetojmë në kohën e globalizimit kur mjetet apo teknologjia e ka kapluar apo e ka pushtuar botën e rinisë, në veçanti botën e nxënësve. Prandaj për këtë shkak, me qëllim që të arrihet bartja e informatave, e njohurive, e vlerave, e aftësive tek nxënësit, janë munduar apo po mundohen bartës të këtij projekti që ta realizojnë këtë projekt në mënyrë që informatat që i marrin nxënësit të jenë në mënyrë më të përshtatshme dhe më të dobishme për ta. Sepse është vërtetuar se 65% prej nxënësve mësojnë në mënyrë vizuale. Për këtë shkak është imponuar nga vetë rrethana që të bëhet ky projekt i cili do të mundohet që nëpërmjet materialeve audiovizuale që të inkorporohet mësimi. Prandaj është ajo thënie e njohur që i atribuohet një mendimtarit kinez, i cili thotë ma tregon me siguri do ta haroj. Nëse ma tregon që ta shoh, ndoshta e mbaj mend, por nëse më inkorporon në atë mësimdhënie, atëherë me siguri do të kuptoj do ta mbaj mend. Prandaj ky është qëllimi që në arsim i cili ka nevojë të reformohet, ka nevojë të ecë me kohën dhe të inkorporohet ky aspekt audiovizual apo aspekti i filmave dokumentar në arsim me qëllim që arritjet e nxënësve të jenë më të larta, po ashtu edhe bartja e informatave, vlerave e aftësive që është procesi kryesor i mësimdhënies, që të jetë në një nivel më të lartë dhe më të suksesshëm për nxënësit dhe për mësimdhënësit në përgjithësi. Sigurisht, ndoshta edhe nuk kanë faj fëmijë të moshës 12 vjeçare që edhe tashmë keni nisur ndoshta që nga viti 2010 projektin i cili është në fjalë për shkak se edhe librat tashmë i kanë nëpër rrjetet sociale, ndoshta nëpër smartphone-at e tyre, dhe se bibliotekat i kemi pak a shumë ndoshta të zbehta nga ana e librave. Ndoshta edhe luan rol të rëndësishëm fakti që tashmë fëmijët të gjithë ose nënat e fëmijëve do të thotë fëmijët të moshës 6-7 vjeçare, për të shpërqendruar vëmendjen ose për t'i qetësuar, japin telefonat celularet me vete për të parë ndoshta diçka në YouTube, edhe më tash ata e kanë të fokusuar qëndrimin se ata duhet gjithçka të bëjnë nëpërmjet telefonave. Ndoshta edhe kjo është arsyeja pse ata tarkohen do të thotë lypin diçka të re në telefon dhe jo. Natyra e njeriut edhe para se të bëhet ky, si ta tham, pushtim të botës së rinisë me teknologjinë, ka qenë e tillë se njeriu më mirë shikon edhe kupton edhe e percepton edhe përvetëson njohurinë të cilën e sheh, domethënë apo në aspektin vizual. Edhe kjo është vërtetuar sepse ka mënyra tjera, ka mënyra emocionale, mënyra racionale, mënyra taktile me prekje të mësimit, edhe është vërtetuar se domethënë shumica e njerëzve 65% perceptojnë dhe mësojnë në këtë mënyrë. Prandaj, nëse kësoj ashtojmë edhe realitetin, ta themi se si thatë edhe ju, që njerëzit janë të preokupuar me teknologjinë edhe tërë kohën, apo shumicën e kohës e kalojnë para mjeteve të këtilla që ofrojnë, domethënë diçka vizuale apo diçka që është në mënyrë të zërit apo audio, është nis ky projekt me qëllim që
të shfrytëzohet ky parakusht tek nxënësit që të t'ju ofrohet diçka që është e dobishme për ta, nga se ne dimi se ajo që i ofrohet në internet apo në rrjetet sociale është pak e kontrolluar dhe është ndoshta më tepër e dëmshme se sa e dobishme për shtresën e nxënësve. Prandaj është munduar ky projekt DocuFix Makedoxi që të ofron filma dokumentar, me zgjedh disa filma dokumentar, bëhet fjalë për 35 filma dokumentar, me anë të cilave do të bëhet bartja e njohurive lidhur me të drejtat e njerëzit apo lidhur me temat që kanë të bëjnë me etikën, me shoqërinë apo civile, me të drejtat e njerëzit edhe me arsimin qytetar. Këtu ka qenë fillimi, do të thonë, kur ka fillu me mësimdhënien e sociologjisë edhe mësimdhënien e arsimit qytetar në shkollat e mesme, pastaj është zgjeruar edhe në shkollat fillore, edhe parafërsisht me këtë projekt janë përfshirë deri 260 mësimdhënës. Ka ndodhur domethënë mbi 30 trajnime për përdorimin, edhe është bërë një punë shumë e madhe, nga se vetë përgatitja e një filmi dokumentar për të pranuar nga Ministria e Arsimit apo nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit është një procedurë shumë e gjatë edhe e vështirë, edhe për këtë shkak është dhënë një mund shumë i madh edhe ka arritur që efekti të jetë shumë pozitiv. Domethënë nota mesatare për atë se sa është efektive ora nga 1 deri në 10, nëse njëshi është minimumi a 10 që është maksimumi, është 9.5, është nota të cilën e ka marrë ky projekt nga 110 vizita që janë bërë nëpër shkollat ku është implementuar ky projekt. Prandaj mendoj se është projekt shumë i qelluar. Tani te ne kemi ato problemet me kushte teknike, me gjëra tjera, por megjithatë nëse merret si bazë e mësimdhënies në shkencat shoqërore është shumë i dobishëm dhe shumë efektiv. Kryesorja ka nisë mbar dhe besoj që do të arrijë suksesën në këtë drejtim. Vlen teksohet se ky projekt është iniciuar nga Makedox dhe DocuFest, një bashkëpunim i tyre së bashku me shkollat fillore këtu në Maqedoni. Në shkollat mesme. Në shkollat e mesme? Edhe shkollat e mesme. Edhe shkollat fillore. Okej. Zotri Amel, desha sa këstesh në dalem aty ku për të mësuat edhe ju, dhe në thotë institucionet shtetërore, apo më mirë thënë Ministria e Arsimit dhe Shkencës, projekti titulluar Ne jemi vizual, sa gjete përkraje nga institucionet shtetërore? Edhe pse thatë që ka pak vështirësinë të aspekt. Do thonë, nga aspekti i arsimit, do thonë Ministrisë e Arsimit dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit ka dhënë përqimin apo mendimin pozitiv për këtë projekt, edhe e kanë përkrahur. Tash edhe ju e dini se vetë aspekti i kushteve që ekzistojnë nëpër shkolla është çështje e cila ka nevojë të përmirësohet, por megjithatë aty ka filluar me vetë iniciativë, me laptopin e vet vjen arsimtari, me projektorin e vet, dhe në këtë mënyrë domethënë është arritur që të fillon ky implementim si një joshje apo një nxitje që ta shohin me të vërtetë nxënësit edhe mësimdhënësit se bëhet fjalë për një projekt i cili është i dobishëm, i cili është efektiv, i cili është domethënë pjesë e reformave në arsim të cilat duhet me i pas parasysh, nga se mundson përvetësim më të mirë të njohurive dhe të aftësive tek nxënësit. Siç thash, nota është 9.5, e cila është nota mesatare, mos flasim për koncentrimin se inkorporimi i nxënësve është në një shkallë shumë më të lartë, po ashtu edhe përjetimi është në një shkallë më të lartë, përjetimi emocional dhe gjëra tjera që e bëjnë që procesi i mësimdhënies apo procesi arsimor të jetë tërheqës për nxënësit edhe të jetë i dobishëm. Mendojmë se edhe shpresojmë se tani edhe ka dalë paketa e dytë e projektit Makedoxu në mësonitor apo në klas, i cili ka 9 filma dokumentare edhe është aprovuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit si një material i përshtatshëm. Edhe i dobishëm për mësimdhënie. Tani vetë Ministria e Arsimit apo Byroja e Zhvillimit të Arsimit e propozon apo e ka normativ që 1/3 të orëve që zhvillohen të bëhen me anë të teknologjisë informatike, që nënkupton se kërkon nga mësimdhënësi me përdor laptopin, me përdor projektorin, me përdor prezantime dhe gjëra të ndryshme. Prandaj edhe këtu është shumë lehtë që të inkorporohet edhe aspekti i filmave dokumentar, të cilët janë, siç tham, mundsojnë një përjetim shumë më efektiv dhe më të dobishëm edhe për mësimdhënësin, por edhe për nxënësin në të njëjtën kohë.
Sinqerisht është një ide mjaft e mirë me që periudhës fundit nga statistikat e ndryshme është vendi jonë për nga ranglista do të thotë e cilësisë së arsimit, nga ajo që të rinjët sa po janë aktiv me mësim është radhitur diku në fund. Mënyrat e tilla mendoj që duhet të jenë edhe të garantuara me lehtësi parapara në plan programin mësimor, nga që është një mënyrë mjaft e mirë që nxënësit të jenë të suksesshëm dhe efektiv në lëndët e tyre. Po, është vërtetuar. Tani, fillimi ka qenë me shkenca shoqërore, si thamë sociologjia, arsimi qytetar, etika, edhe kërkohet modaliteti apo mënyra se si të bartet tek shkencat eksakte, sikur është biologjia, fizika, kimia, nga se me të vërtetë ofron njohuri në mënyrë efektive. Nxënësi është me të vërtetë i përqendruar, është pjesë e procesit arsimor, shkalla e koncentrimit është më e lartë, po ashtu edhe efektiviteti i mësimdhënësit është në një shkallë më të lartë, sesa kur është thjesht vetëm arsimtari shkruan diçka në dras apo thot diçka në mënyrë verbale, ndërsa nxënësit ndoshta në të njëjtën kohë nuk mundën me u fokusu. Prandaj kjo sfida, një prej sfidave që i ka ky projekt është që të siguron materiale apo dokumentar apo ndonjë material video i cili është i përshtatshëm edhe për lëndët tjera eksakte, sikur se i përmenda biologjinë, kimin, matematikën, edhe lëndët tjera që prandaj edhe në këtë aspekt punohet që të zhvillohet. Edhe bashkëpunimi që e ka Makedoksi lidhur me organizata tjera është në këtë aspekt. Bashkëpunojnë me shembull me festivalin në Nürnbergut për të drejtat e njerëzit, me një qendër Movies That Matters apo filme që janë të rëndësishëm, që është me qendër në Holandë edhe vende tjera në Kroaci është një restart që merret me produksion të filmave dokumentar, po ashtu Astra Film në Rumani edhe vende tjera ku ato mundohen që të krijojnë një rjet i cili do të bën këmbim të këtyre të themi veglave arsimore që do të përdoren në ngritjen e nivelit të arsimit, se me të vërtetë kemi nevojë që të bëjmë diçka që ta bëjmë arsimin tërheqës për nxënësit. Nga se me të vërtetë në momentin problemi më i madh, këtë e vërtetuan të gjithë arsimtarët, mësimdhënësit që ishin pjesëmarrëse në konferencën që u bajt para disa ditëve, janë e theksojnë çështjen e mungesës apo dobësisë së koncentrimit apo fokusimit të nxënësve në orën e mësimit. Nga se kjo është në një nivel shumë të ulët, edhe është vërtetuar me implementimin e këtij projektit se shkalla e koncentrimit rritet edhe po ashtu edhe vetë pjesëmarrja e nxënësve në këtë proces është në një shkallë më të lartë dhe më efektive. Sigurisht që po. Të flasim pak rreth asaj se si kanë qenë reagimet, efektet, a keni pa diçka pozitive ose diçka negative në këtë, sepse tek e fundit nëse merren mendime të ndryshme, atëherë mund të del diçka që ndoshta ju nuk e keni parë. Sigurisht se unë do t'ua tregoj një përvojë që e ka pas një mësimdhënës nga Bosnia me implementimin e këtij projektit. Bëhet fjalë për një film dokumentar quhet Flying Anna, për një vajzë e cila vjen nga një smundje quhet sindromi i Turentit. Edhe ajo vajzë bën lëvizje të pakuptimta, sepse çdo gjë është normal me ta. Edhe në fillim fëmijët, domethënë fillimi i filmit, tha ky mësimdhënës ishte shumë normal, edhe domethënë fillon ta shohin, por edhe nuk e vërejtën në fillim ato gjërat të veçanta që i kishte kjo vajzë, apo ato. Edhe kur filluan me i vërejt, filluan fillimisht me reagu me qeshje, me tallje dhe gjëra të ndryshme, por sa kalon te filmi dhe sa afronte nga ka fundi, filluan me u qetësua dhe filluan njëri tjetrin me këshillu, me thonë, shikoni, kjo nuk është rregull që ne ta tallëm, kjo është një gjë që ajo vuan nga ky problem dhe nuk është që e ka në dorën e saj këtë çështje. Prandaj efektet janë kryesisht pozitiv. Domethënë edhe janë ndikimi është shumë në aspektin pozitiv, mendoj, por i ka sfidat e veta, nga se është shumë vështirë që të përzgjedhet filmi i cili të jetë i përshtatshëm për moshën e fëmijës, i cili të jetë i përshtatshëm me materialin, i cili mundohemi që të ofrojmë apo të mësojmë nxënësve. I ka sfida tjera që është kohëzgjatja, nga se jemi kufizuar me një orë prej 40 minutave, edhe brenda asaj duhet të bëhet prezantimi, diskutimi rreth filmit dhe gjëra tjera, prandaj edhe është shumë, ndonjëherë filmi është shumë më i gjatë se sa duhet, ose është shumë i shkurtër, nga se edhe domethënë sikur nuk e kënaq atë
oreksin që e kanë fëmijët me kanë filmi pak më i gjatë, prandaj edhe në këtë mënyrë tani kjo projekti Makedoksit lidhur me këto audiovizual mundohet që në kohëzgjatja e filmat të jetë diku 20 minuta që të mundohet që të arrihet një balansim i kohës. Po ashtu i kemi edhe atë sfidën që mungesa e materialit për të filmave dokumentar lidhur me shkencat eksakte, që i përmendim matematika. Të gjitha janë elemente që duhet të merren parasysh edhe të punohet që të arrihet që të ngritet shkalla e implementimit të këtij projekti, po ashtu edhe të bëhet më efektiv arsimi tek ne edhe më i dobishëm shpresoj. Ora A do të thotë kjo që pretendoni që për të ardhmen projekt përfshihen gjitha shkollat e Republikës së Maqedonisë? Do këtu janë përfshi një numër i madh shkolla, tani s'm kujtohet numri, por më duket se është mbi 200 shkolla që janë përfshirë në këtë projekt. Faktikisht 260 mësimdhënës janë trajnu për këtë projekt, edhe janë vizituar 48 qytete dhe fshatra në atë si quhet në përcjelljen e implementimit të këtij projekti. Tani është ky është fillimi. Ne e dimi se i kemi barierat birokratike, që është aprovimi nga Ministria e Arsimit dhe nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, po ashtu i kemi ato barierat teknike, pamundësia me po ashtu edhe e kemi këtu ndoshta disa mësimdhënës janë skeptik ndaj kësaj mënyre të arsimit, po mendoj se kur të njoftohen prej sa afër me këtë projekt, kur ta shohin efektin, mendoj se shumica do të motivohen që të mundohen që këtë projekt, do të thonë të arsimit, ta çojnë në një nivel pak më të lartë dhe më gjithëpërfshirës, sepse me të vërtet është vërtetuar deri tani se është efektiv edhe ka ndikuar pozitivisht. A pretendoni të ketë një orë të veçantë do të lidhje me shikimin e filmave dokumentar, ose thjesht ndoshta një profesor ose një arsimtar i gjuhës shqipe të ketë vetëm këtë drejtim, ose thjesht një orë e veçantë të jetë në lidhje me këtë projekt? Në këtë konferencë që u mbajt, që ishte konferenca, u dha një propozim që të inkorporohet në arsimin fillor dhe atë të mesëm, ora e filmit, apo ora e aspektit audiovizual. Megjithatë, ajo që synon ky projekt është që të inkorporohet aspekti audiovizual në çdo lëndë. Do të thonë çdo lëndë që të jetë mënyra e ofrimit, ajo që ofrohet të jetë në mënyrë audiovizuale që është e dobishme. Prandaj edhe kjo çështje mundet që për të rritur ajo shkalla e implementimit, ndoshta është mirë që orari apo mësimi shtues apo plotësues që të merr parasysh edhe këtë çështje që të inkorporohet edhe ky aspekt, por megjithatë ajo që është kryesore, siç thash, është se synon që të bëhet pjesë e procesit arsimor në çdo lëmi dhe në çdo shkencë. Siç tham, ka probleme, mungesa e materialeve të përshtatshme, edhe është vështirë, pastaj edhe ato të drejtat e autorëve, që aty përfshihen edhe a kanë leju apo nuk e kanë leju, po megjithatë mendoj se është në një rrugë të mbarë, mendoj se ka bazë, për shembull, festivali Movies That Matters që është në Hollandi ka mbi 200 filma dokumentar që me tematika të arsimit dhe të drejtave të njeriut që mundën më shfrytëzuar edhe janë, ose festivali Nurembergut që është në Gjermani për të drejtat e njeriut. Mendoj se baza është aty, vetëm duhet tani të motivohen mësimdhënësit edhe krejt ekipi arsimor në për shkolla që të nisin edhe të avancojnë apo të çojnë këtë proces në një nivel më të lartë. Për të pasur sukses ky proces, do të thotë që ju duhet shumë punë, por tek e fundit me që është qëllimi i pastër, nuk ka dyshim që do të arrijmë në cakun e duhur në atë që është meritore. Nëse ekziston qëllimi, edhe vullneti mendoj se do të arrihet. Do të thonë ka shumë njerëz apo që e kanë edhe nga vetë iniciativa kanë arritur në një shkallë të lartë edhe janë ora e tyre është bë tërheqëse edhe e shumë pritur tek shumë nxënës për shkak të këtij aspekti të audiovizual, të cilën e kanë inkorporuar në arsim.
Zotri Amel, ne urojmë që ky projekt të merr një jehon të madhe me që vërtet është mjaft i dobishëm, projekt i cili mundohet të ofron vlera të mira në shoqëri. Urojmë që një ditë të thotë përfshija gjithë vendi jo nga ky projekt, pse jo? Edhe unë e kam atë shpresë, mendoj se është i dobishëm, bën pjesë në apo synon edhe e ka efektin e vetë në rritjen e cilësisë e arsimit dhe mësimdhënies, ashtu që shpresoj se do të hasim në një mirëpritje nga gjithë faktorët vendimarrës në arsim edhe në çështje tjera që kanë të bëjnë me rinin. Shpresojmë edhe ne projekte të ngjashme do të ketë. Projekte të ngjashme momentalisht është kjo çështje, të cilën zgjerimi shkon në aspektin e përfshirjes së më tepër lëmi shkencore. Kjo është ajo që ku është fokusuar tani, kërkohen materiale për matematikë, nga se është pa se efekti është shumë i mirë, po ashtu do të vazhdohet me trajnimin e mësimdhënësve, se si duhet të duket një orë e cila është vizuale, ta themi kështu. Edhe mendoj se në këtë aspekt ka kontakt me Ministrinë e Kulturës, ka kontakt me Ministrinë e Arsimit, me Biroun e Zhvillimit të Arsimit, me qëllim që të motivohen që këto tentativa apo këto projekte që momentalisht në nivelin e angazhimit individual të bëhen pjesë legjislativës edhe normativit se si do të me qenë një mësimdhënie në për shkollat tona, të cilët siç thatë ju ka nevojë që të rritet niveli i arsimit, nga se jemi shumë poshtë edhe ka shumë domethënë mangësi dhe dobësi, për shkak se unë mendoj se deri tani është insistuar shumë në aspektin administrativ të mësimdhënësit. Domethënë, edhe pse thuhet se synojmë me u bë no paper society, një shoqëri që nuk përdor letra, prapë ajo që kërkohet nga mësimdhënësit është me mbush shumë letra, shumë përgatitje ditore, planifikimi tematik, planifikimi global, pastaj orari, duhet të shënohet në ditarin elektronik. Mendoj se nëse këto pak se zvoglojmë sasinë e kësaj pune, edhe rrisim sasinë e kreativitetit apo filmit kreativ dokumentar në arsim, do të shohim se efekti do të jetë, shpresojmë, shumë më i mirë. Nga se këtë na e tregon edhe përvoja e Finlandës, e cila është në mes të vendeve të para nga cilësia e arsimit, ku aty ky aspekt është shumë i fuqishëm i inkorporuar në mësimdhënie. Profesor, jo e kohët flet ajo që fotografia flet sa 1000 fjalë dhe do ta mbajnë, do të thotë tërë jetën mend atë që e shohim, besoj. Ashtu është, ajo që shihet mbahet mend. Po, pikërisht 8 më herët filma dokumentar shkencor me përmbajtje, çfarë do të jenë? Mos të jenë të historisë sepse do i dhrohet ndoshta mësimdhënësi i gjeografisë ose kështu ngjashme do i ndihmojë më tepër historisë në këtë aspekt. Keni bërë një kalkulim të atill ose e ka për qëllim të përfshihen të gjitha lëmit shkencore. Domethënë ajo është për shembull lëmin e historisë mund më emitua apo më prezantu një film dokumentar lidhur me historinë. Me gjeografin po ashtu kemi shumë filme dokumentar, ne jemi rritur me një serial i cili ishte Bota e mbijetesës, i cili ka qenë produksioni anglis, ku ka folë për biologjinë, për botën botanike, po ashtu edhe për gjeografin edhe për vendet të ndryshme. Mendoj se këtu tani ka nevojë, sigurisht edhe fondet janë këtu të nevojshme, sepse me të vërtet me bo një film i cili është të kreativ, i cili është tërheqës, i cili është i përshtatshëm, i cili e përpunon temën në mënyrë shkencore, është vështirë edhe kërkon edhe mund, edhe kërkon edhe fonde, po shpresojmë se nëse ka vullnetar, ka njerëz të cilët janë motivuar, do të mund në arrit një shkallë më të lartë të këtyre dokumentarëve. Kryesorja është që mësimdhënësit dhe profesorët do të jenë të barabartë në këtë aspekt, mos mendon se dikuj do i hynë në hakë në atë aspektin që do jep më tepër material fëmijëve në lidhje me drejtimin e njërit profesor dhe të tjetrit jo. Si, do të thonë kjo është synohet ajo. Momentalisht ka filluar me këtë aspektin shoqëror, nga se temat shoqërore janë më të përpunuara në aspektin e filmave kreativ dokumentar, ndërsa me siguri se hapi që vjen është, si thamë, shkencat eksakte edhe shkencat që ndoshta nuk e kanë marrë hisën e tyre të duhur të përpunimit në mënyrë
të filmit dokumentar apo në mënyrë audiovizuale. Gjithsesi zot Jamel, të falenderojmë që erdhe këtu për të na bërë të ditur apo për t'u bërë të ditur gjithë shikuesve këtë projekt. Ju urojmë edhe një herë për këtë iniciativë, urojmë që ky projekt, siç e thash edhe më parë, zgjerohet edhe më shumë dhe vërtet të sjellë gjenerata të reja dhe shumë më të mira. Edhe unë ju falenderoj, mendoj se kjo që ju e bët sot është një pjesë e prezantimit të projektit edhe pjesë e nxitjes të shoqërisë apo vetëdijësimit të shoqërisë se me të vërtetë ka nevojë që të rishikohet arsimi, të reformohet dhe të vendoset në nivel më të lartë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe nga ana ime, shpresoj që do të arrini sukses në projektin në fjalë dhe ne do të qëndrojmë mbas jush çdo herë që ju do të keni nevojë të thotë për shpalosët diçka në ekranet televizive. Ju falenderoj shumë. Së qoftë tashmë kërkojmë një shkëputje të shkurtër nga regjia për të rikthyer më pas të vazhduar edhe me pjesën e mbetur të emisionit tonë.